Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lamtomir diabet, 8 ushqimet që duhet të hani çdo ditë për ta mbajtur në kontroll. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllimin që të mbash të ekuilibruar nivelet e sheqerit në gjak mundet që të jetë shumë e vështirë. Prandaj çdo frut apo perime që konsumohet duhet që të jetë i duhuri. Këtu ju do të gjeni të listuar disa nga ushqimet të cilat do t'ju ndihmojnë ju me diabetin e tipit 1 dhe të tipit 2. Peshku. Peshku është pikërisht një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimi më i mirë për yndyrat omega-3 dhe acidet DHA dhe EPA që ndihmojnë në zemrën. Për të gjithë personat të cilët vuajnë nga diabeti duhet të konsumojnë ata, pasi janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide gjithashtu arrin që të mbrojnë qelizat dhe të reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Të gjelbërtat, perime si për shembull spinaçi, lëpjetat, sallata dhe gjithashtu janë plot me vlera por me pak kalori. Duke qenë se treten shpejt nga organizmi, ato nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë fantastike pasi janë të pasura me vitaminën C dhe kjo i ndihmon ato në rolin e tyre të rëndësishëm për sa i përket eliminimit të inflamacionit dhe të tensionit të lartë. Kanella. Kanella po ashtu është e pasur me antioksidant të cilët arrin që të mbrojnë shëndetjen e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella arrin që të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë kështu ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin që të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin që të ulë edhe kolesterolin dhe njëkohësisht nivelin e triglicerideve. Vezët janë vërtet një paketë me vlera shëndetësore, përveç se ato të mbajnë më gjatë të ngopur nëse konsumohen rregullisht, ato ulin gjithashtu rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu përmirësojnë shëndetin tuaj ndaj insulinës dhe ndihmojnë edhe në prodhimin e kolesterolit të mirë. Kosti. Kosti është një nga produktet e bulmetit më të mirë për personat të cilët janë të prekur nga diabeti i tipit 2. Të dhënat kanë treguar se konsumimi i kostit ekuilibron gjithashtu sheqernat në gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që ai përmban. Tek personat me diabetin e tipit 2, kosti ndihmon gjithashtu në rënien në peshë dhe ndihmon në sistemin tretës. Arrorët. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë lehtë nga sistemi ynë. Konsumimi rutinor i tyre arrin që të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit dhe në uljen e sheqerit në gjak. Brokoli. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij. Studimet e fundit kanë pohuar gjithashtu se brokoli ndihmon në uljen e insulinës në gjak dhe mbron qelizat nga radikalet e lira të cilat prodhohen gjatë proceseve të metabolizmit. Vaj i ullirit. Vaj i ullirit ndryshe quhet si balsami i zemrës. Ai gjithashtu përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës së keqe që është parë të jetë në shifra jo të shëndetshme tek personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu vaji i ullirit ndihmon edhe në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për një zemër më të shëndetshme. Si të ulni nivelin e sheqerit në gjak?
Ushqimet e duhura. Nëse dikush vuan nga diabeti, atëherë organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin, ose nuk mundet që ta përdorë atë siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë më pas pasohet me një sër simptomash siç janë ndërobitja fizike apo sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për ta mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Dritrat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej elbi ose ajo prej dritit të plot kanë një nivel të ulët glicemie. Ato janë të pastër me fiber e cila ngadalson tretjen dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush dhe moll. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mundet që të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë të glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe gjithashtu në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet nga ana tjetër kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë shumë boronica, rrush dhe moll kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti i tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë të glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër ato janë të pasura edhe me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë po ashtu në shtëpi ka një nivel të ulët të glicemie dhe mbi të gjitha është mjaft i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka një nivel të ulët glicemie dhe ka pak gjasa që ajo të shkaktojë luhatje të nivelit të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban njëkohësisht edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ajo ndihmon edhe në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe gjithashtu ul yndyrat të cilat gjenden në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet që të tregojnë kujdes me tërshërën sepse ajo njëkohësisht përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë po ashtu të pasur me fiber, proteina dhe kanë një nivel të ulët glicemie prej 9,55. Ato gjithashtu janë edhe të pasura me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e pa përpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet gjithashtu që të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivel glicemie dhe ato gjithashtu janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat të cilët janë të rrezikuar prej tij. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.